Në ditën e 5 të protestës, tregtarët e tregut të madh të Vlorës kanë kundërshtuar zhvendosjen nga vendi ku ushtrojnë aktivitetin. Ata shprehen se nuk janë kundër zhvillimit, por spostimi i tyre drejt nartës është shkatërrim, pasi nuk ka asnjë kusht dhe është 3 kilometra larg, gjë që sjell mbyllje përfundimtare të aktivitetit. Paraditën e kësaj të shtune, protesta u mbajt përpara teatrit Petro Marko të Vlorës, ku priti të zhvillojë një event, ndërsa mbërriti edhe ministrja për Evropën dhe punët e jashtme, Elisa Spiropali. Tregtarët zgjodhen këtë moment për të bërë zërin e tyre më të dëgjueshëm, duke protestuar gjatë kalimit të ministres. Spiropali ndaloi dhe u kthye për të komunikuar drejt për drejt me protestuesit. Ka mundësi të bëhet këtu në Vlorë, për shembull, janë gjithë këta tregtar të vjetër, ka nga 30 vjet, 35, të tërë ushqehen, kanë fëmijë në shkollë, fëmijë të vegjël për të ushqyer. Ne kërkojmë që të na sistemojnë në një vend tjetër, dakord, do të bëhet zhvillim aty, do të zhvillojnë zonën. Ta çojnë në një qendër tjetër brenda qytetit. Për kë kujt i shërben kjo? As qytetarëve, as neve nuk na intereson. Ne kundërshtojmë me forcë për të vajtur atje. Nuk kemi mundësi të vemi, sepse as qytetari vin atje dhe as ne s'vemi dot atje. Keni folur me bashkinë, kryetarin e bashkisë. Kemi nevojë që të na mbështesni. Të bëhet tregus, jemi kundra ose zhvillimit, absolutisht asnjë nuk është kundër. O të na çojnë në një vend ku të jep në qendër të qytetit, e kuptova. Jo në një hallit të nartës. Të bëni një dëgjes. Ku të shkoj? Ku ta çoj malli? Jashtë qytetit. Ku ta çoj malli? Ju keni me kryetarin e bashkisë nuk keni folur edhe me Është në mënyrë arrogante. Nuk na ka pritur fare. Nuk na ka pritur njerëzore fare. Do flas tani me kryetarin e bashkisë edhe me anëtarët e Këshillit Bashkiak, ndoshta që të bëjë me drejtorët që po merren. Pas këtij komunikimi të shkurtër, Spiropali u largua, ndërsa tregtarët vjuan protestën duke kërkuar zgjidhje konkrete dhe dialog me pushtetin vendor.